Konkurentja që vjen të këndoj tani në Albania's Got Talent është një talent që ka vendosur të këndoj vetëm shqip. Prezantimin e parë ajo na emocionoi dhe na ngriti pesh me këngën e bukur Valsi i lumturisë. Por sot çfarë sjell vajza nga Lezhë? Do të vi e shoqëruar nga një prej kitaristëve të grupit famshëm Djemtë e Detit, Mirgret Tusha, dhe një kitarist po tjetër, djali i një prej kitaristëve të grupit famshëm Djemtë e Detit, Atilio Toska, dhe në këtë gjysmëfinale do të këndojnë balad. Balad për Jakub Ferri. E ndjekim.
të them bravo prej fillimit, sepse emocionin më të madh e marrë sepse kjo është një nga këngët hit të madhit Gen Demaliaj, që në një farë mënyre me emocionove duke e përcjellë si një omazh për atë emër, që në kulmin e jetës ju pren ëndrat në mes dhe të tillë do ta përcjell sot të paktën për publikun dhe faleminderit ty që e zgjodhe dhe e përcolle këtu me ne duke dhënë karakterin tënd. Bravo. Faleminderit. Andra erdhe shumë ndryshe nga hera e kaluar dhe unë i respektoj, i qmoj shumë artistët që vendosin të ndryshojnë stilin në çdo gjë. Që nga veshja, video, kënga rock, interpretimi rock, gjitha ishin preslënëse dhe shumë të bukura. Për vokalin mos flasim e ke dëshmuar që ke një vokal fantastik, sonte befasove ishe shumë bukur në rock. Në rock është vështirë ti jesh bukur, sepse do vetëm bërtime dhe emocion. Shumë bukur. Plum. Faleminderit. Ambra, Gentin e kam pasur mik. Dhe të falenderoj që sonte ti jo vetëm risolle këngën e ti, por risolle pak shpirtin e ti. Në dritije kur dritat lëviznin dhe nuk duke i fytyra jote, me këto flok të gjata, me veshjen prej lëkure të zezë dhe me shamin e kuqe të lidhur të këmba si që aje lidhte, gati më fanekseje dhe ma kujtoje shumë. Faleminderit që e solle. Faleminderit. Ambra, je një... Nuk kam paruar, më falë Castro. Yes. E dyta, bravo që erdhe me një tjetër zhanër, radhën e parë ke qenë me valsin e lumturisë, dhe duhet të konstatoj që edhe si rockere, ti funksionon jashtëzakonisht mirë. Bravo me gjithë zemër. Faleminderit. Jam shumë i lumtur në fakt që ende, sidomos brezi jot, risjell shpirtra të ndritur që aq shumë i ka dhënë muzikës son shqiptare duke bërë revolucione. Por kjo nuk duhet që ty të vendosi në këto kontura apo këtë hije të një personazhi që ka dhënë aq shumë. Ti në individualitetin tënd, në mënyrën se si e solle, aq më tepër edhe me dy elemente të tjerë pas edhe kitar që po dhe ata ishin live bashkë me qëndrimin tënd, ke një të ardhme si një rockere, femër, grua, e cila jo vetëm që i mungon këtij vendi, Jam shumë dakord. në një moment ku gjella e një muzike të keqe është duke u bërë, muzike e keqe se ka këngëtar shumë të mirë, ti ke një aftësirë shumë të madhe në një puzzle të paplotësuar për të bërë dhe ti revolucionin tënd. Bravo. Bravo. Faleminderit. Është momenti i ti, konkurenti radhës është cilësuar si një shpirt i lirë, rrjedhimisht dhe i egër në sken, po i egër në kuptimin metaforik dhe artistik. Bashkë me kitarën e tij, ai ka marrë vlerësime të shumta në fazën e parë të audicioneve, rikthehet në këtë gjysmë finale për të pretenduar një vend në finalen e madhe të 12 janarit. Vjen nga Shkupi, kështu që kam bindjen një mbështetje të madhe nga Maqedonia e Veriut do të marrë në këtë performancë të tij, zonja dhe zotërinj Ben Shaqiri.